Dita të sjellë një energji të fortë dhe një dëshirë për të lëvizur, për të ndryshuar diçka në jetën tënde, ose për të bërë një aktivitet që të nxjerr nga rutina. Mund të vendosësh të takosh miq që nuk e ke parë prej kohësh, ose të planifikosh një aktivitet spontan. Në marrëdhënie mund të ndihesh më i hapur dhe më i drejtë për drejtë. Demi. Sot mund të ndjesh një nevojë të madhe për qetësi dhe relaks. Është një ditë e mirë për të kaluar kohë me familjen, për të shijuar një drekë të gjatë ose për të bërë diçka që të jep kënaqësi. Mund të reflektosh edhe për disa vendime që lidhen me financat ose jetën personale. Binjakët. Dita është shumë e favorshme për takime speciale dhe për komunikim. Mund të marrësh një telefonat ose një mesazh që të ftonë një aktivitet interesant. Një bisedë me miq mund të të japë një ide të re për një projekt ose për një plan që ke menduar prej kohësh. Gaforja. Familja dhe shtëpia janë në qendër të vëmendjes. Mund të organizosh një takim familjar ose të kalosh më shumë kohë me njerëzit që do. Një moment i qetë në shtëpi mund të ndihmojë të reflektosh për disa vendime që ke marrë kohët e fundit. Luani. Mund të ndjesh dëshirë për argëtim dhe për të qenë në qendër të vëmendjes, daljet me miqt, aktivitetet sociale ose një event i vogël mund të të japin shumë energji pozitive. Një person mund të tregojë interes për ty në mënyrë të papritur. Virgjëresha. Dita të shtyn të mendosh për disa plane personale dhe për organizimin e jetës tënde. Mund të vendosësh të bësh disa ndryshime në rutinë ose të planifikosh javën që vjen. Një bisedë me një mik mund të të ndihmojë të shohësh një situatë nga një këndvështrim tjetër. Peshorja. Harmonia dhe balanca janë shumë të rëndësishme për ty sot. Mund të ndihesh mirë në shoqërinë e njerëzve që të kuptojnë dhe të mbështesin. Një takim i këndshëm ose një moment romantik mund të ndryshojë humorin. Akrepi. Mund të ndjesh nevojën për të sqaruar një situatë që të ka shqetësuar. Një bisedë e thellë me një person të afërt mund të sjellë shumë qartësi. Intuita jote është shumë e fortë dhe mund të ndihmojë të kuptosh më mirë qëllimet e të tjerëve. Shigjetari. Mendja jote është e mbushur me ide për aventura, udhëtime ose projekte të reja. Mund të planifikosh një aktivitet spontan që do të sjellë shumë energji. Një bisedë me një person që ka përvoja të ndryshme mund të të frymëzojë. Britsjapi. Mund të ndjesh nevojën për pak qetësi dhe reflektim. Pas një jave të ngarkuar është momenti për të menduar për planet e tua dhe për të riorganizuar prioritetet. Një bisedë me një familjar mund të të ndihmojë të qartësosh edhe disa çështje personale. Ujori. Kreativiteti dhe imagjinata janë shumë të forta sot. Mund të vijë një ide interesante për një projekt personal ose për një ndryshim në jetën tënde. Një aktivitet artistik ose një bisedë me një person kreativ mund të të frymëzojë shumë. Peshqit. Ndjeshmëria dhe intuita janë shumë të forta. Mund të ndjesh nevojën për të kaluar kohë në një ambient të qetë ose për të reflektuar për jetën personale. Një moment i vogël qetësie mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë emocionet e tua.